Familja i sheh hajrin e Ngjellushës, motra vëzit në Zvicër. Martesa e Ngjellushës ka sjellë një ndryshim të madh në jetën e saj, por këngëtarja e njohur vazhdon të mbajë lidhje të ngushta me familjen. Pas martesës ajo vendosi të jetojë në Zvicër, ku po shijon një kapitull të ri si nuse, por pa e ndjerë mungesën e familjarëve fal vizitave të shpeshta. Një nga momentet më të veçanta është vizita surprize të motrës së saj, e cila gjeti Ngjellushën të lumtur dhe të përqafuar nga dashuria e familjes. Fotografia e tyre ndarë në rrjetet sociale u bë menjëherë hit, duke marrë mira komente pozitive nga djegësit që vlerësuan lidhjen e fortë mes motrave. Një histori e ëmbël dhe frymëzuese që tregon se pavarësisht distancës dhe ndryshimeve, familja dhe dashuria mbeten gjithmonë një burim gëzimi dhe lumturie. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.